fjalën e ka marrë mbrojtja e Kadri Veselit dhe e Recep Selimit. Çfarë saktësisht thanë ata, do të na tregoj kolegja jonë Rina Mujko që po përcjell gjithçka nga afër atje. Përshëndetje Rin, atëherë t'i japim një kronologji ditës së sotme se çfarë në fakt ka thënë mbrojtja. Po kushtrim duke qenë se në ditën e parë të 4 prej këtyre ditëve të cilat sapo i përmende, me zhvillime të mëdha në specialin e Kosovës me Selinë Hag në kryeqytetin e drejtësisë në botë, Kimberly West nuk ka hequr dorë nga asnjëra prej 10 pikave të aktit më të madh akuzues të këtij institucioni, pra 6 për krime kundër njerëzimit dhe 4 tjera për krime lufte. Atëherë edhe kryembrojtësi i Recep Selimit, Gjafri Roberts, ka bërë njësoj sikurse kryembrojtësit paraprak të Thaqit dhe të Veselit, duke i luftuar të 10 këto pika dhe duke thënë se prokuroria specializuar në Hag ka dështuar për të provuar përtej dyshimit të arsyeshëm dhe të bazuar fort mirë në fakte se edhe Recep Selimi ka kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke qenë në pjesëtarja saj që sipas prokurorisë specializuar ka qenë ndërmarrja e përbashkët kriminale. Pra është kjo pjesa qendrore dhe zemra e dosjes së prokurorisë specializuar, të cilën e ka luftuar sot edhe Gjafri Roberts, duke thënë se prokuroria po aludon që çdo kush që ka pasur pozitë udhëheqëse apo komanduese në shtapin e përgjithshëm të UÇK-s, atëherë është edhe pjesëtar i një qëllimi të përbashkët kriminal dhe pjesëtar apo antar i kësaj ndërmarrjeje në fakt të përbashkët kriminale, e cila asnjëherë nuk ka lëshuar asnjë urdhër dhe asnjë komunikat për ta vrarë apo për ta ekzekutuar dhe luftuar asnjë bashkëpunëtor, duke kujtuar se brenda periudhës së aktakuzës që nga marsi vitit 98 deri në shtator të vitit 99 në 29 mbledhjet e shtabit të përgjithshëm, asku nuk përmendet as emri ndonjë bashkëpunëtori, por asnjë emër prej 155 viktimave sa janë të regjistruara në këtë rast. Duke qenë se ka përmendur shkaraze gjatë ditës së djeshme, por jo me pak vëmendje, avokati Hashim Thaqit edhe komunikatën 59, e cila nuk duhet merret parasysh si provë kundër Hashim Thaqit, duke qenë se Recep Selimi atë e ka dhënë këtu në zyrën e prokurorit të specializuar, mirë po njëjta nuk ka mundur që të sfidohet nga Thaqi apo kushdo tjetër në gjykatorën e speciales. Njësoj mendon edhe avokati vet Selimit, i cili thotë se ato deklarata kanë qenë edhe politike, pra deklarata të cilat janë dhënë më herët në media dhe ato nuk kanë mundur që të përmirësohen në gjykatorë dhe të jepen në mbetim, sikurse është bërë në fakt me të gjithë dëshmitarët e tjerë të zyrës së prokurorit të specializuar, andaj nuk duhet edhe t'u jepet peshë si të tilla. Duke shkuar më tej dhe duke folur për gjithë anëtarët e ndërmarrjes së përbashkët kriminale, Recep Selimi, pra avokati kryesor i tij në dosjen në cilën flet për vjetëshin e luftës, thotë se sipas prokurorisë specializuar, kushdo që ka pasur miqësi me Recep Selimin, atëherë duhet sipas prokurorisë të cilësohet si kriminal i kësaj organizate, pra si antar i ndërmarrjes së përbashkët kriminale, duke aluduar këtu edhe në Adem Jasharin, meqense përmend një takim të 4 marsit mes Adem Jasharit, Recep Selimit dhe shumë luftëtarëve tjerë dhe antarëve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s për të armatosur dhe për t'i shtuar pra armët në duart të luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mirë po sipas logjikës dhe mendësisë së prokurorisë specializuar, ai do duhet të ishte po ashtu një antar i kësaj ndërmarrjeje, mirë po përgjigjen për këtë nëse jo mbrojtjes do të detyrohet sipas Gjafri Roberts ja jap me dojë mos trupit gjykues nëse vërtet mendon se edhe Adem Jashari, i cili ka flijuar tër familjen e tij, është pjesëtar i kësaj ndërmarrjeje të përbashkët kriminale. Përveç kësaj, natyrisht se Gjafri Roberts është ndalur edhe te dëshmitarët e tjerë, duke thënë se prokuroria ka sjell dëshmitar të cilët kanë gënyer dhe kanë shpifur në mbetim për Recep Selimin kohë pas kohe, sikurse ka vepruar paradite edhe mbrojtësi kryesor i Kadri Veselit, Rodney Dixon, i cili është ndalur sikurse avokati Thaqit te Bislim Zyrapi, te shefi i shtabit të përgjithshëm, duke thënë se prokuroria po mundohet të kalorojë me 5 kuaj njëkohësisht, duke japur të drejtë Bislim Zyrapit në një çështje të caktuar dhe duke thënë se nuk duhet i besohet për një çështje tjetër. Kështu prokuroria ka hequr dorë nga dëshmi të shumta të tjera, po ashtu të dëshmitarëve që vetë i ka sjellë në dhomat e specializuara, vetëm pse ata e kanë shkatruar rastin e prokurorisë specializuar, duke mos aprovuar dhe konfirmuar askush se shtabi i përgjithshëm dhe 4 që akuzuar kanë qenë pjesë e këtij plani të përbashkët kriminal, sikurse thot prokuroria, dhe ndër të tjerë janë edhe Halil Çadraku, po ashtu Naser Krasniqi si
dëshmitar të cilët kanë folur për inteligjencën dhe për shërbimin informativ të Kosovës dhe të dy prej tyre kanë thënë se asnjëherë nuk kanë marrë asnjë urdhër, por as nuk e kanë raportuar asnjëherë kadri Veselit, madje Çadraku thotë se Veseli nuk e ka takuar fare deri në nëntor të 98-s dhe pikërisht prej nëntorit deri në mars të 99-s, prej kur më Veseli nuk ka qenë as shef i shikut, nuk ka pasur fare kontakt me të dhe as në një periudhë tjetër paraprake. Po ashtu Rodney Dixon flet edhe për rastin se si Kadri Veseli mendon se për viktimat duhet të ketë me patjetër drejtësi, që është ngritur nga mbrojtësi i viktimave Simon Laz, mirë po nëse nuk do të ketë drejtësi për gjitha viktimat, edhe për ato shqiptare dhe të gjithë vendeve në Ballkan, atëherë do të ishte drejtësi e mangët dhe drejtësi e pretenduar, çka është më keq se sa të mos ketë drejtësi fare, mirë po kjo mos që edhe Kadri Veseli të lirohet nga të gjitha pikat e kësaj aktakuze, meqense se sipas Rodney Dixon asnjëra prej tyre nuk janë provuar, sikur se thash edhe për Thaqen edhe për Recep Selimin. Natyrisht se pas përfundimit të fjalës së kryembrojtësit pra gjatë ditës së sotme të Rodney Dixon dhe po ashtu avokatit të Rodney Dixon, i cili ka thënë se ka mbetur gojë hapur nga ajo që ka parë dosja e prokurorisë, nesër vazhdon sërish pjesa tjetër e ekipit të Recep Selimit për të folur më tepër edhe për jetën e Selimit, pavarësisht se ai do ta marrë vetë fjalën javën e ardhshme për të folur se si ka ndikuar gjithë ky proces në jetën e tij personale, kurse do të bëjnë edhe Thaqi, Veseli dhe Krasniqi, për të pasuar më pas gjatë të premtës, po ashtu me fjalët përmbyllëse të mbrojtjes së Jakub Krasniqit, i cili vazhdon edhe të hënën. Mirë Rinë, sigurisht që ne do t'jemi në kontakt të gjithë kohës edhe gjatë ditës së nesërme dhe ditëve vijuese për të kuptuar saktësisht se çfarë po ndodh në këto seanca që janë shumë të rëndësishme për ish krerët e